بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فواجدون لنا الله تبارك وتعالى كومنتي من سورة الملك أتوكو كمن بيت آياتي نمر 16. ثت الله تبارك وتعالى كتايات أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Në këtë ajet Allah Gjelle wa Ala I sfidan me një farë mënyrë jo besimtarët, mushrikët. Edhe ju thot, a mos keni ndonjë siguri apo ndonjë garancion për atij I cili është në lartësi, për Allah te bareke ve teala I cili është mbi 7 palçi. A mos keni garanci për Allah te bareke ve teala an yakhsifa bikumul ard, që ai nuk do ta hap tokën dhe pastaj nuk do ta shemb atë dhe nuk do ta dridh atë dhe nuk do t'ju fundos në të, sikurse që ka fundos Karunin edhe pasurinë e tij. A mos keni marr garancë ose siguri për Allah te bareke ve teala që ju me vazhduan këtë rrugë dhe Allah azza wa jall mos me ju dënu me këtë dënim. Është interesant që Allah thot e amintum men fis samai. A keni marr garancion për atij I cili është në qiell, është për qëllim për atij I cili është në lartësi. Nga se fjala as-sama I bjen lartësi. Uluun, sumuun. Është për qëllim Allah te bareke ve teala. Po ashtu këto disa prej njerëzve e bini koncept gabushëm, thonë fis sama I bjen në qiell, brenda në qiell. E kjo patjetër që është gabim. Allah azza wa jall nuk e ka për qëllim në qiell, mrena në qiellin e dynjas ose qiellin e dytë ose tretë ose shtatin ose cilin do. Po e ka për qëllim lartësi. E kjo fi, po ashtu në gjuhën arabe vjen me kuptimin ala. Fi që I bjen në I bjen ala që I bjen përmbi. E kjo është përmendur edhe në Kur'an. Thot Allahu xhallahu ala kur flet për sihirbazët, cilët kanë besu në kohën e Firaunit, thot kur e përmend fjalën e Firaunit në surën Taha, thot wala usallibannakum fi judhu'i an-nakhli. Thot un do t'i varr trupat tuaj fi në trunjët e palmave. Qysh ka mundësi mu vjerr trupi I njerit mrena në trungun e palmave? S'ka mundësi, është për qëllim mbi trunjët e palmave. Do të thonë kjo pjesë zami thon fi, në gjuhën arabe në I bjen ala, përmbi, në shumë prej rasteve. Po edhe kuptimi tjetër nëse marrim fi në, është për qëllim fis sama fil ulu, në lartësi, jo në njërin prej 7 palçeve. Mirë, pasi që Allah I thotë ju nuk keni kurfar garancione që Allah azza wa jall nuk ju fundos juve dhe nuk e hap tokën, nuk e shemb atë. Pastaj thotë am amintum man fis samai e yursila aleikum hasiba. A mos keni prap llogari, mos keni pe Allahu xhalla wa ala siguria apo garancion që Allahu xhalla wa ala nuk do t'ju dërgoj erë e cila do t'ju godas me gurzit vegjël, siç I ka dënuar edhe popujt e tjerë, popullin e Lutit alayhis salam, edhe popujt tjerë. A mos keni garancion për Allahu azza wa jall që nuk do t'ju gjejnë as ky dënim. Fasata'lamuna kayfa nadhira, atëherë ju do ta dini se kjo tërheqja e vërtetës që u ka bëu Allahu xhalla xhelaluhu, sa më rëndësi ka qenë dhe çfarë peshë të madhe ka pas. Po atëherë s'kam ju bë dobi dia, nga se kam ju ardhur dënimi I Allahu te bareke wa ta'ala. Në këto dy ajete kur e përmend Allahu azza wa jall a amintum man fis sama, edhe am amintum man fis sama, mos keni marrë garancion edhe siguri për atij që është në lartësi. Këto veç nëse menon njëri në çat kuptimin e gabum që thot në qiell, na do të më di që Allahu azza wa jall nuk ka nevojë as për qiell as për tokë, as për asnjërin krijesë. Ka se Allahu xhalla wa ala thon surën Fatir, inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Me të vërtetë Allahu I mban qiejt edhe tokën që mos më ra. 7 palçet Allahu xhalla wa ala I mban që mos më ra, dhe tokën e mban që mos më ra, se mos më çel. Wala in zalata, nëse ndodh që ato murzu dhe më ra, in amsakahuma, nuk ka mundësi me I kap ose me mbajt ato min ahadin min ba'di, as kusht tjetër përveç Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana haliman ghafura. Me të vërtetë Allah xhalla wa ala është I butë edhe është fals, nuk I lën qejt me rami dënu njerëz.
me këtë dënim. As nuk e lën tokën më radhë me dënu njerëz, krejt njerëz me këtë dënim. Pastaj në vazhdim Allahu xhalla wa ala thot: "Wa laqad kadhaba alladhina min qablihim fa kayfa kana nakir." Ka pas tjerë njerëz para kurejshve, para shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë mohu, thot e si ka qenë dënimi i këtyre jo besimtarëve, si ka qenë dënimi i këtyre mohuesve. E bën shembullin për kurejsht, që mendoni edhe të tjerët kanë mohu sikur jo, po çka i ka gjetë? Ku janë ata tash çu që ka dënuar Allahu te baraka wa taala. I thirr për mes këtij shembulli që më marr mësim. Pastaj në vazhdim thot Allahu xhalla wa ala: "Awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun." I përmend shpend edhe zogj. Thot a nuk i shohin ata dhe a nuk meditojnë në shpend edhe zogj cilët i shohin përmbi ta, cilët i shohin duke fluturuar në qiell, cilët nga një herë thot i kanë krahët e hapur, e që është zakonisht kur fluturojnë i kanë krahët e hapur, po nga një herë edhe i mbyllin krahët. A nuk e marrin këtë shembull me meditua dhe me thonë kush është ai që i mban këta? Kush është ai që u mundson me fluturu? Pse s'fluturojnë ana, pse s'fluturojnë do krijesa të tjera, më të mëdha, më të vogla, po bash shpend, zogj. Thot vazhdim ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Nuk i mban ata zogj edhe ata shpend askush tjetër përveç Allah subhanahu wa taala, i cili është ar-Rahman, edhe këto përmend. Dersin e kaluam kena përmend që Allah azza wa jall 4 herë e përmend emrin e tij ar-Rahman këtë surën, surën al-Mulk. E lidh pushtetin e tij të madh me mëshirë. Allah i gjithëmëshirshëm është ai i cili i mban edhe këta zogj që mos më ra, po me mujt me fluturu. Innehu bi kulli shay'in basir. Me të vërtetë Allahu e sheh çdo gjë. Edhe krejt zogjt që fluturojnë, çdo vend botë, sado që është numri i tyre, sado të vogël që janë ata, kudo që janë të fluturuar, Allahu azza wa jalla sheh këta. Këto njëri do të me meditu nëse Allahu azza wa jalla sheh këta zogjt. Atëherë na sheh edhe neve. Do të më bëu gati me dal për Allah te baraka wa taala. Çka më bën njëri kur e din që Allah azza wa jalla sheh në ton kohën. Pa ndërprej, Allah azza wa jalla nuk flan, nuk lodhet, nuk kotet. Na sheh, na rringati, na përcjell, a pastaj na shpërblen. Subhanahu wa taala, qof me keq nëse kena meritu, ose me të mirë nëse ai na mëshiron. Atëherë ky shembull i zogut do të më kon shembull edhe për neve. Pastaj vazhdim thot Allahu xhalla wa ala: "Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min duni ar-Rahman inil kafiruna illa fi ghurur." Thot Allahu azza wa jall, kush janë ata njerëz? Cila është ajo ushtri? Kush janë ata ushtar të cilët ju ndihmojnë juve përveç ar-Rahman, përveç Allahut që është i gjithëmshirshëm? A ka dikush që mundet me ndihmu jo besimtarve përballë Allahut azza wa jall ditën e gjykimit? Derisa ne kalum tham Allah azza wa jall thot: "Limanil mulku al-yawm." Ditën e gjykimit thot kujt i takon sot pushteti, pronësia, pasuria, sundimi, edhe vetë përgjigjet, s'ka kush më përgjigj. Lillahi al-wahid al-qahhar. Allah që është një dhe i vetëm që është ngadhënjës. Thot Allahu Jalla wa ala, ose thonë edhe njerëz në fjalë shumë turë thot mirë: "Wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid." Wa fi kulli shay'in lahu aya. Se cilën sen, çka do të qoftë ai sen, për Allahun azza wa jall ka argumente në çdo krijesë, e cila tadullu ala annahu wahid. Argumenton që Allah subhanahu wa ta'ala është një dhe i vetëm. Inil kafiruna illa fi ghurur. Me të vërtetë ju besimtarët janë në një mashtrim tepër të madh. E kanë mashtruar njëri tjetrin dhe i ka mashtruar shejtani. Edhe mendojnë që mundin me u përballë me Allahun te baraka wa ta'ala. Vazhdim thot Allahu jalla wa ala: "Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu." Subhanallah, flet për madhështinë e tij. Thot kush është ai i dyti i cili ju furnizon juve kur Allah azza wa jalla nal rrezikun e tij? A ka dikush që mundet me furnizu njërin nëse Allahu xhalla wa ala ta nal rrezikun? Kush është ai? Tregoni një njeri, një krijesë, çka është ai në Zot që mundet të furnizu nëse Allahu xhalla xhelaluhu ta nal furnizimin. Bel lajju fi utuwin wa nufur. Me të vërtetë njerëzit e kanë kalu kufinin në çdo aspekt me inatën e tyre të madh që kanë.
me mendimasinë e tyre të madhe që kanë, në mos pranimin e argumenteve të qarta të Allah xhalla xhelaluhu. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. Tash e bën një shembull që e dallon jo besimtarit pe besimtarit. Thot, a është i njëjtë shembulli i jo besimtarit i cili ec me fytyrë të poshtë, që shto dhe nuk e kqyr rrugën përpara. A është i njëjtë shembulli i tij me ata i cili ec drejt, edhe shikon mirë përpara, e sheh rrugën që ka përpara, edhe është në rrugë të mirë, edhe rrugën që e ka përzgjedh e ka të mirë, të shtruar mirë, e ka rrugë që kalon lehtë. A është i njëjtë ai i cili ec është në errësirë, edhe është në rrugë të keqe dhe ec ashtu me kry të poshtë. Dallim i madh. Këta dallojnë tepër shumë edhe në ditën e gjykimit kur dalin para Allahut te bareke ve teala. Se besimtarët ringjallen te Allahu xhalla xhelaluhu duke ecë drejt në ditën e gjykimit. Edhe janë krenar. Ndërsa jo besimtarët ringjallen duke ecë mbi fytyrat e tyre. Edhe në çuditë edhe sahabit kur e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të përmend këtë realitet që ka menduar në ditën e gjykimit. E transmetojnë një hadith Buhariu dhe Muslimi prej Enesit radhiyallahu anhu, që njëri ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i ka thonë ja nabi Allah, o pejgamberi i Allahut, kayfa yuhsharu al-kafiru ala wajhihi? Çish ka mundësi që në ditën e gjykimit me u ringjall jo besimtari përmi fytyrën e tij? Ku ka ditë këta për ajetit në surën Al-Furqan, alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam. Janë do njerëz që kanë mu ringjall me fytyrat e tyre në xhehenem. Kanë me ecë me fytyrat e tyre, Allahu na rrit. E ka pyet çish është kjo e mundur? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, alaysa alladhi amshahu ala ar-rijlayn fi ad-dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yawm al-qiyamah. Shumë thjesht që thonë, a nuk ka mundësi ai i cili ka mundsuar njerëzve me ecën këtë dynjë me dy kom, më ka mundsuar ditën e gjykimit me ecë me fytyrën e tij? Ti shkon diçka zot, pse s'nalet dikush me thonë, pse Allah na ka mundsuar me ecë në komë se ecëm dur, ose pse se ecëm barkës. Allah azza jalla thot kun feyekun, bëhu edhe bëhet. Pra ky është dallimi i madh. Edhe në dynjë, mes besimtarit dhe jo besimtarit, pa edhe në ahiret. Në dynjë besimtari e din rrugën e tij, ka rrugën e drejtë dhe të mirë, edhe ec me krenari dhe ec drejt. Jo besimtari ec me kryt të poshtë, sin terr si tu mos pa as djath as majt as tu mos e pa rrugën e tij përpara. Qul huwa alladhi ansha'akum. Thuaj, Allahu xhalla xhelaluhu është ai i cili ju ka kriju juve krejt njerëzve. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Edhe ju ka mundsuar juve do mirësi që veç gjysën e secilës prej këtyre tre mirësive me hub njëri është dështim tepër i madh. Këtë dynjë ju ka furnizuar me dëgjim, shikim edhe mendje dhe zemër. Qalilan ma tashkurun. Po jo shumë pak po falenderoni. Këto mirësi të mëdha që veç një sy me ta marr Allahu azza xal, çka bën njëri të njëjtën pa një sy. Po mi marr dytë, po me ta marr edhe dëgjimin pej një veshit, po me ta marr pej të dy veshëve, po me ta që rregullu trunin edhe zemrën, Allahu na rrit. Mirësi tepër të mëdha që në esenciale s'bën pa ton këtë dynjë, edhe prap njeri nuk i falenderon. Allah thot qalilan ma tashkurun, sa pak që po falenderoni ju. Ju ka kriju juve prej asgjës. Edhe kjo është nimet në veti, jekun kur gjë heq. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Sura al-insan. A si kujtot njerët që u konë një farë kohë përpara që s'u konë kur gjë heq, as mu kujtu, s'ka mujt mu kujtu, si çka me kujtu ata. As s'u konë njerë, as kur gjë heq. Qalilan ma tashkurun, sa pak që po falenderoni. E falenderimi e dim që nuk është vetëm me gojë. Me gojë është padyshim, po është edhe me gjymtyr. Thot Allah xhallahu ala në surën Saba, i'malu ala Davuda shukra. O ju familja Davudit, falenderojeni Allahun xhallahu ala duke punu. I'malu, punani ala Davud, familja Davudit shukran, që me falenderu Allahun azza xal. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Ka thonë Allah azza xal në surën Ibrahim që na ka lajmëruar, na ka treguar që nëse falenderoni Allahun azza xal, Allah ja ushton mirësitë. Hala më shumë.
secilën mirësi që e falenderon me gjuhë edhe me vepër Allah azza xal patjetër që ka me tashtu jo për diçka, po Allah azza xal edhe është Kerim, vetën e tij është bujar, mas bujari, po edhe ta ka premtu. Pastaj thot qul huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun. Allahu xhalla wa ala është ai i cili ju ka shpërnda juve në për tokë. Ju ka shumu juve, ju ka bo juve që mu shumu edhe mu shpërnda me jetu gjithka në për tokë, ju ka qkep, ju ka shpërnda. Veç, subhanallah, një ndi jenë ma shumë se sa 1 miliard njerëz. Edhe në Kinë jenë ma shumë se sa 1 miliard njerëz. Edhe India ja ka kalu Kinës, Allahu alem, me statistika që tash në kohën e fundit. Mas shumë t'i ka njerëz, do në 1 miliard dhe diçka jenë veç një ndi. Keq ata njerëz Allah i ka kriju mas pare, tani ka bo mu shumë në mesin e tyne, tani mu shpërnda në për tokë. Një që është në Kinë, në gjithë vend, subhanallah në botë. Wa ilayhi tuhsharun, edhe tek Allahu xhalla wa ala, që është një dhe i vetëm, keni me u kthy. Këto mos harroni kur. Surën Ar-Rum thot Allah xhalla wa ala, wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Për argumenteve të madhështisë të Allahut është që ju ka kriju juve prej dhejët, është për qëllim baba jon Ademi alayhi salam. Thumma idha antum basharun tantashirun. Peç ati njeri që u kriju prej dhejët, Allah ju ka bo tani mu shumu, mu kriju shumë njerëz dhe me u shpërndan në për tokë. Wa yaquluna mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin. Me krejt këto argumente që ja përmend Allah azza xal. Prej fillimit surës deri çto. Edhe me krejt argumentet që u ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kurajve. Argumentet shumëta, të ndryshme, të lloj-llojshme, ata prap thonë: "Mata hadha al-wa'd?" Kur ka me ardh ky premtim që po na thoni që ka me na dënu Allah? Kur ka me ardh kiameti? Kur ka me ardh koha që Allah më na gjun xhenem, që po thoni? Ju drejton besimtarët dhe thonë, kallxona nëse jeni të sinqert. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtohet ashtu që Allah i thotë: "Thuj, qul innama al-ilmu 'inda Allah." Thuaj Muhammed, me të vërtetë dituria e kësaj është te Allahu azza xal, s'është tonë. Se di ju as kur ju dënon Allah, as kur ju gjun xhenem Allah azza xal, as kur keni me dekas, nuk e di, s'kam dituri për gajben, për të fshehtën. Qul innama al-ilmu 'inda Allah, me të vërtetë dituria është veç te Allah. Çështu thuaj ti, wa innama ana nadhirun mubin. Unë nuk jam diçka tjetër veç se paralajmërues. Qarta zivi edhe ja u tërheqi vërejtjen. Kush don me besu, le të beson. Kush nuk don, që ka thonë Allah, in alejka illa al-balagh. Ty takon vetëm me u kumtu fen, aty në tani ju pranon, ju takon me pranu ose mos me pranu atë. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhu alladhina kafaru. E pastaj në ditën e gjykimit, kur t'ju afrohet dënimi këtyre ju besimtarëve, edhe e shohin që ju vjen dënimi dhe tash kanë shkuar në xhenem dhe kanë mi përjetu krejt ato për cilave i ka paralajmëruar pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, po edhe pejgamberët e tjerë para tij. Si'at wujuhu alladhina kafaru. Kufarëve ju prishën edhe ju nxjehen fytyrat e tyre. Allahu na ruaj. Ju prishën edhe ju nxjehen fytyrat e tyre. Wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un. Edhe ju thonë melekt, kjo që tash po e shehni, është ajo të cilën e keni mohu, cilën e keni kërku duke na përqesh neve, duke përqesh besimtarët realisht. Kjo është ajo të cilën e keni përqesh, ajo të cilën e keni kërku, që tash ju ka ardhur. Shihani tash dënimin. Allah azza wa jalla thot në surën Al-Ma'arij, innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Sa i përket dënimit, tyne thot ata e shohin larg, mendojnë që s'vjen ajo ditë, ndërsa besimtarët e shohin ata afër. E din që dita e gjykimit ka me ardhur shpejt. Pa fije dyshimi, dita e gjykimit ka me ardhur shumë shpejt. Edhe kanë me jep llogari krejt njerëz për Allah te bareke ve taala. Për çata na e shohim afër, e dim që ka me ardhur dita, ka me na marr Allah shpirtin sikur që ka marr shumë vllaznive ton, shumë familjarëve ton. Edhe kena me dal, kena me varros, kena me dal për Allah azza xal me jep llogari. Ata që se besojnë thonë ja, me larg që s'ndodh hiç. E për çata kur t'ju ndodhe, kur t'ju afrohet, si at wujuhu alladhina kafaru, ju nxjehen edhe ju prishën fytyrat e jo besimtarëve. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Thuaj Muhammed, këtëne jo besimtarëve. Berja unë një shembull interesant që au tërhek pak vrejtjen.
thuaj atyne ra'aytu min ahlakani Allahu wa man ma'iya. Nëse Allah azza xal mu më shkatërron, edhe më bën me vdek, mua dhe shokët e mi dhe krejt neve, edhe na çon xhehenem ose na çon xhenet. S'ka lidhje, jo gjithë keni pas shef me na ndodh neve diçka e keqe. Çe penzojna që neve po na ndodh diçka e keqe po shkojnë në xhenem. Au rahimena ose na shta po na mëshiroj ka Allah. Thot s'ka lidhje, njëun për çështë në dyve, ka më na ndodh njëna për çështë në dyve. Fama yujiru al-kafirina min adhabin alim. Lena neve, me neve ka më ndodh ose kjo. Po juve jo besimtarve, kush ka më ju shpëtu prej dënimit dhëmshëm të Allah subhanahu wa taala. Çfarë shembulli subhanallahu, thot lena ni neve, hiç mos thuni ju po rani, ju po hiç, mos merr me neve, me veten. Këto pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon një subhanallahu një pjesë tepër të bukur të moralit vet. Njerëzit e kanë hased ato, ai si ka pas hased. Njerëz që kanë xhelozuar, ja kanë dashur të keqen, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ia ka dashur të keqen dhe s'ia ka xhelozuar. Ja ka pru një shembull, mja përafru çato që ka më ndodhur në ditën e gjykimit, dënimin e tyre. Hajde që penzojna që neve po na gjej ka dënimi e ke çka ka më ndodhur me juve. U koni i mëshirshëm sallallahu alaihi wasallam me krejt. Ditën e gjykimit, kur të ndodhë që këtë dënim, sidomos për njerëz që kanë pas dy fytyra ose më shumë, për hipokritët, e tregon Allahu gjendjen e tyre në surën Al-Hadid. Thonë, yunadunahum alam nakum ma'akum. I thrasin besimtarët dhe thonë, a nuk kemi qenë me juve në dynja? Besimtarët thonë, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum. Po ju keni qenë me neve në t'jashtmen, po i keni pas dogabimet tepër ndaja që ju kanë ndalu me hinë xhenet me neve. Çajin ato, ndër to është një cilësi shumë e keqe që ja kanë dashur të keqen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fatantum anfusakum e keni qit veten sprovën fitnë, e keni shkatruar veten. Wa tarabbastum, që kjo është cilësia më e keqe që ata e kam prit me ardhën e ditë e keqe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për shokët e tij. Veç kam prit kur po dek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur po mposhtet me ndaj betej, kur pi vran shokët e tij, kur pi ndodh ndaj e keq në familjen e tij. Krejt i kam prit. Ortabtum edhe kam dyshu në fenë Allah azza wa jall, edhe cilësitë e tjera që përmend Allah azza wa jall në vim. Qul huwa ar-Rahman. Thuaj Muhammed, ai Allah azza wa jall është ar-Rahman, i gjithëmshirshëm. Amanna bihi, i kena besu veç Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alayhi tawakkalna, edhe veç ati ju kena mbështet. Një besimtar që e bën bashk imanin e tij të pastërt me tevekulin e tij të pastërt, shpëton te Allah azza wa jall. Ka iman të fortë edhe ka tevekul, mbështetje të fortë në Allah xhallahu ala, ky shpëton te Allah azza wa jall. Iyyaka na'budu, që është wa iyyaka nasta'in. Na'budu ty të adhurojmë, do të thonë besojnë në ty o Allah, për që ata të adhurojmë. Wa iyyaka nasta'in, dhe vetëm tek ti mbështetemi, tevekuli. Qul huwa ar-Rahman, thuaj ai është i gjithëmshirshëm Allah subhanahu wa ta'ala, i cili juve po don me ju mëshiru. Ja u ka dërgu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam rahmet për juve. Ja u ka dërgu Kur'anin, fjalën e tij të fundit rahmet për juve. Amanna bi, kemi besuar te wa alayhi tawakkalna, dhe vetëm atij kemi mbështet. Fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin. Ju do ta dini mirë në ditën e gjykimit se kush është në devijim të qartë. Atëherë kur Allah xhallahu ala gjykon në mesin e krijesave. Edhe ajeti i fundit i surës Al-Mulk është ajeti 30, thot Allah xhallahu ala, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Ja u bën edhe një shembull, ju tregon njerëzve përgjithësi, edhe ju besimtarëve veçanti, që nuk mujnë me pas jetë pa Allahun subhanahu wa ta'ala. Ju thot, çka mendoni ju? Nëse uji juaj shkon shumë thellë në tokë, fama ya'tikum bima'in ma'in, kush ka mundsi përveç Allah xhalla wa ala me ju pru juve ujë të pastërt dhe të ëmbël me pi.
Njerëzit jetojnë në mirësi, edhe janë të mësuar me do mirësi. Saqë çaq shumë që kanë mirësi harrojnë që do të më falendrua ato mirësi. Harrojnë që do të më kujtuna me thonë elhamdulillah që unë kam që tuaj, kam që të ushqim, kam që dritë, kam që të rrymë, kam që të shikim mirësitë krejt në përgjithësi. Për çata Allah azza xal ja u tërheq vërejtjen. Edhe ja u përmend ujin pa cilën nuk ka jetë. Nëse s'muni me mri as deri te uji vet, pa mëshirën e Allah subhanahu wa taala. Pa lejen e tij, atëherë ku po doni me mri, duke e mohu Allah subhanahu wa taala. E njëjta vlen edhe te një shembull tjetër që mundet me u lidh këto, ju kallzon që nëse ju nuk keni jetë pa çit ujë, cilën s'muni me mri vet nëse Allah azza xal e çon tepër thellë në tokë, për shembull 100 kilometra të poshtë, që Allah azza xal, çish me mri aty? Ose hala më shumë. Nëse ju s'muni me jetu pa çat ujë, atëherë dini që atë zemrat që i keni mrena në gjoks nuk mujnë me jetu pa fjalën e Allah te baraka wa taala. E dini rastin e Abdullah ibn Mas'udit që thot, që transmeton Imam Muslimi në sahihun e tij, thot ma kana baina islamina wa baina an atabana Allah bi hadhihi al-ayati illa 4 sinin. Peçë kena pranu islamin derisa na ka tërheq Allah vërejtin me çta jetë, nuk janë kon vetë se 4 vjet dhe tregon ajetin alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. As ka ardhur koha që mu friksu zemrat e njerëzve kur përmendet Allah azza xal dhe kur përmendet Kur'ani, kur lexon ajetet e tij. Edhe mos më bëj sikur sa ata që ju ka jap libri më herët, edhe zemrat e tyre janë forcu. Mas që ti ajeti thot i'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Dijeni që Allahu e ringjall tokën pas vdekjes së saj. Përmes ujit, kur vdek toka, Allah e bën ujin edhe ringjall ata. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin i'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Thot Allah ju kena qartësu juve krejt argumentet, njërë që ju me menu pak edhe mi kuptu ato. Nëse që kjo tokë nuk po bëj ka pa qit uj, atëherë edhe që kjo zemë nuk po bëj ka pa shpallin e Allah, pa wahin e Allah te baraka wa taala. Në këtë rast Allah azza xal është ai i cili në fillim tham e ka kriju vdekjen edhe jetën. Të dyja që më na sprovu neve në fillim të surës El-Mulk. E jeta që Allah ka kriju bazohet plotësisht në ujë. Nga se pa ujë nuk ka jetë. Thot Allah xhalla wa ala në surën El-Anbiya: "Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal-ardha kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun." A nuk e din besimtarët që qejtë dhe toka kanë qenë një gjë vetme e bashkume, ku s'ka pas ujë cili bjen prej qiellit, as s'ka pas tokë cila e pret shiun. وجعلنا من الماء كل شيء حي. Dhe prej këtij uji kena bërë çdo sen gjallë. Çdo sen ka nevojë për ujë në mënyrë që me jetu. Afala yu'minun. Atëherë pse kur po i çarson këto argumente e besimtarëve, ata nuk po besojnë. Elusim Allah xhalla wa ala të na mundsoj që zemrat tona ta presin, të kanë vend për Kur'anin, për fjalën e tij. Elusim Allah azza xal që zemrat tona të ringjallen përmes Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lusim Allah azza wa jalla na jap dobi për kësaj që është thënë, wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.